E kemi në studio këngëtaren prej Shqipërisë, është Kiara Juba. Kiara, dashur përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Qenë ke ullë edhe ti se ti mua, qenë ke ullë edhe ti se ti mua më the që je ullë, kështu që ti qenë ke marrë shumë. Faleminderit. Të gocat pa rreshtur komplimente në adresë të njerë tjetër. Po si nuk u mësuat nga njerë, jo, bishakase. Të dyet jeni yll fare. Unë kanë për të parë shok kështu live, kemi komunikuar gjatë kësaj kohe për ardhje tek provat edhe për të rënë dakord që të jetë pjesë e emisionit mesdita në RTK Radionik këtu Fest 3. Faleminderit shumë për gatishmërinë. Për që pjesë e emisionit tonë. Po. Faleminderit, ju kam pas një pritje shumë pozitive që në momentin e parë që provat e para dhe jam shumë e lumtur për këtë, një frym kaq, një energji kaq pozitive dhe kjo na bën ne të ndjehemi shumë mirë në prova. Po, të më thënë provën e parë e ke mbajtur. Po, provën e parë. Sot do ta kesh provën e dytë. Po, në orën 13:30, kështu që s'guxoj më shumë të vonu. Shpejt. Si shkoi prova e parë? Mirë shumë, energjia ishte ashtu ndjej që në fillim, që nga mënyra e organizimit kaq korrekt, mënyra se si pritemi aty të gjithë, në momentin e përfundimit të performancës me duar trokitje, kështu që jam shumë e lumtur për këtë energji kaq të mirë. A ke ndonjë kritik të vogël, që kujdes me provën e dytë të radhës edhe kujdes në performimin live? Patjetër, ne jemi në përmirësim, sidomos fakti që unë kam për herë të parë pjesëmarrjen në një festival kombëtar, të tilla për masave dhe gjithmonë në përmirësim, provat ishin të parat, kështu që sa të mësojmë me atë dëgjimin, me orkestrën, por kritika më e madhe jam me vetës. Ani mirë sa të përmirësosh edhe fundja provat janë për këtë. Për të përmirësuar, as nevojën ai gabim nëse diçka e tillë. Kush e punoi këngën? Kënga është muzika e shkruar nga Enis Mullaj dhe tekst shkruese Erjona Rushiti, të cilën jam shumë falenderuese që më kanë besuar një këngë kaq të bukur. E titulluar Nirvana. Pse Nirvana? Nirvana është gjendja e cila përfaqëson paqen shpirtërore. Një gjendje e cila heq të gjitha energjitë negative dhe përpiqet që të sjellë lirinë shpirtërore dhe arritjen më të lartë në perfeksion. Shpresoj që sadopak të arrit ta përcjell këtë në publik. Tek publik. Emocione do të kesh në skenë, skena e madhe, orkestri shumë i madh, gjithë ata njerëz që do të jenë në skenë, se me një festival të tillë për masave të tilla ti më the që nuk e marr pjesë më herët. Ka ideja për të marrë pjesë në festival si vjet? Po, rrugtimi im ka qenë i gjatë, kam nisur që 6 vjeç të këndoj me këngë të mia që i mbaj mendende, por kam studiuar për kanto, kam mbaruar Universitetin e Arteve për kanto, e kisha peng në cilin nuk kisha marrë pjesë ende në një festival me të tilla për masa. Dhe është shtysa ime më e madhe, motra ime, e cila gjithashtu kam ngulte dhe unë jam inspiruar nga ajo dhe thash pse jo, është momenti që të guxoj. Kiara, ndërkohë mbi 40 këngëtarë dhe grupe kanë marrë pjesë duke garuar për këto 20 vendet që do të jenë pjesë e festivalit. Si e pritet ti, çfarë emocione patë kur e morë vesh që kënga jote dhe ti do të jeni në mesin e 20 këngëtarëve për të përfaqësuar për të qenë pjesë edicionit të 3 të festivalit të këngës në RTK? E lumtur pafund me zor prita që në momentin e parë që mora vesh lajmin, shumë e lumtur dhe të kem mundësinë dhe jam mirënjohëse që jam pjesë e saj. Sa mirë. Folim pak për Shqipërinë, angazhimin tënd atje. Po, unë jam nga Durrësi, vjen nga Durrësi. Kam studiuar, siç e thash, në Universitetin e Arteve dhe nga aty jam shkputur dhe jam kthyer më një herë në Durrës sërish. Atje unë jam mësuese, gjithashtu mësuese ti 18 vjeç pas ke. Faleminderit. Jam në arsim ku kam nxënësit e mi të cilët I dua shumë dhe përpiqem gjithashtu t'i frymëzoj e t'i motivoj për muzikën, pse jo. Gjithashtu edhe ku kam koncertet, ku mbajmë koncertet në Pallatin e Kulturës në Durrës, angazhimet me live-et atje, kam një grup timin ku zhvillojmë live-et gjatë sezoneve të ndryshme. Se duka shumë e re, për me I ligjëru dikujt. Sa e drejt është një kompliment në orë. Shqyr që po të regojnë treja. E të po të regojnë moshën. Mirë, ma herët angazhimin të në Kosovë, sa e ke pas, sa shpesh ke ardhë këne kana? Na I event ose na I ftesë që e ke pas për interpretim live, ku dion?
Hera e fundit ka qenë 16 vjeç, edhe nuk isha ardhur më. Kam kënduar me shkollën. Që sa pi bjen që s'ka ardhur? Lëre tani. Shkolla na solli në një organizim ku kënduam me orkestër dhe mbaj mend si kujtimin më të bukur dhe më kishte marrë malli, është një energji tjetër këtu. Po. Që se mos po qëndron për gjithmonë në Prishtinë. Se jo. Edhe nuk i dihet. Mirë. Çka po mendon për festivalin? E rëndësishme pjesëmarrja? Po synon diçka, e rëndësishme kjo eksperiencë që ta jap festivali? Patjetër, un kam dëgjuar intervistat me kujdes dhe jam shumë dakord me drejtorin artistik I cili thotë është fest. Dhe në fund është fest. Ne gëzojmë që jemi pjesë e saj dhe kemi mundësinë që t'japim pak nga vetja jonë, kështu që un jam shumë e lumtur që jam pjesëmarrëse. Të tjerat pastaj vinë vetë, pse jo? Vërtet. Arrite me I taku dhe këngëtarë të tjerë që I kemi të Shqipërisë. Janë disa pjesëmarrës të tjerë, edhe dirigjentë madje ke të Shqipërisë. Po, dhe dirigjentë kënga ime dhe jam shumë e lumtur. Janë disa që ne njohim që kemi bashkëpunuar si Gjergj Kaçinari, të cilin ne kemi tonin. Nuk kam takuar shumë, kam takuar 2-3 prej tyre, por ndoshta sot kemi mundësinë të takojmë disa të tjerë, pse jo? Zërgjine do t'jetë sot në provat pas Kiarës. Pas Kiarës, pak më vonë, rreth orës 15:15 ca, Zërgjine do të kemi mysafirë në pjesën e dytë të programit është në udhtim. E sipër nga Tirana për në Prishtinë, pa. Kështu që po nuk I bie që njëjtën ditë të kemi 3-4 këngëtarë nga Shqipëria që do të bëjnë provat. E kanë një ose dy brenda ditës me vajtje ardhi, ja Tirana për 2 orë 30 minuta, rruga Kombit, na ka bërë bashkë me skanë kofi. Edhe kur tregoni kofi atje që thonë, "Ok, jemi nisur direkt për provat e festivalit të këngës në RTK, ku guxon ata?" Nëse pjesë pak letrat po nëse. Për fund apo na interpreton pak këngën. Patjetër, po, një pjesë të shkurtër të fillimit të saj. Nuk jam shumë mirë vokalisht sot, sepse jam zgjuar jam zgjuar me skuqjet laringut, por unë vi nga një pedagoge e cila kishte disiplinë të hekur dhe na ka mësuar që këngëtar është ai që këndon dhe në gjendjen e tij më të keqe, se gjendjen më të mirë këndon të gjithë, thoshta. Kështu që unë po vazhdoj me fillimin e Nirvanës. Aratisem në mendime shkoj larg. Des një flak jo zemra ime s'është mal. Me ajër rrethuar gjithandej, lumturia që nga frym e bar. Miki. Këto tekstet e këtyre këngës si vjet po më pëlqejnë shumë, apo I kishim live neve kaq bukur interpretonin tekstet këto. Po, edhe secili që po vjen, është ka tingëllon kaq mirë që po më pëlqejnë që të gjithë. Inshallah si marrim sysh për skenë të madhe kur dalë. Rivaliteti për çmimin e parë. Kështu që festa është shijoja pjesëmarrjen. Shijoja në maksimum. I takon njerëzit, e takon stafin, gjithë ata profesionalistë që janë në orkestër. E shijon maksimum. Faleminderit shumë. E dashur, faleminderit. Falenderoj shumë. Suksese. Faleminderit.